Në fakt, të gjitha protestat unë kam përshtypjen se kanë frymëzime të tilla. Por në këtë rast, gjendemi përballë një paradoksi shumë të madh. Paradoksi është që shoqatat e mjedisit kanë kohë. Për shembull, unë jam pjesë e njërës prej këtyre shoqatave dhe ka kohë që është luftuar shumë për ligjin për zonat e mbrojtura. Dhe publiku jo vetëm s'ka reaguar, jo vetëm si ka bërë përshtypje, por kur ka parë dhe cinizmin e zyrtarëve, ka qenë akoma më inaktiv. Dhe ju e dini që rishikimi i këtij ligji bëri që të vazhdonte ideja për Zvërnecin, të bëhej ai ndërtimi në Butrind që akoma s'përmendet, po për mua është akoma më i dhimbshëm se sa ky i Zvërnecit, e tjera, janë leje pafund domethënë që janë dhënë Bregdetin tonë. Dhe është vërtet një nga parullat e njerëzve që janë në protest që mos e shisnin Shqipërinë. Në fakt Shqipëria është shitur. Vjen keq ta them. Në këtë rast, insistimi i zotit Rama ka një paradoks të madh brenda, se po ta ndiqim me kujdes, banorët që janë në Vlorë kryesisht duan që projekti të bëhet, sepse mendojnë shumë për interesin e tyre dhe nuk mendojnë shumë për, të themi, çfarë pasojesh mund të ketë kjo për mjedisin, impaktin që mund të ketë në ekonomi. Dhe për shembull ka ekonomistë dhe ekonomistët, po ti shikoni me kujdes janë të ndarë në dy pjesë. Ke një pjesë ekonomistësh që thonë që investimi është vërtet disa miliardësh, po përveç se taksave për tokën dhe të themi ato